Sot, nëse shikoni zhvillimet e fundit dhe përmbyllëse të grupeve politike, pak a shumë vim një përfundim. Kam një mesazh i porosi për intelektualet, për analistët, për gazetarët juve. Ju kisha lutur të mendojnë pak më thellë. Sidomos porosia jam për gjithë ata që dojnë me ndryshu qeverisjen. Le të mendojmë pak më thellë në analizën politike. Si ndryshohet qeverisja sot në Kosovë? Aktualisht, partitë e mëdha nuk kanë bërë ndonjë ndryshim substancial, fatkeqësisht, që do të jepnin shpresë se mund ta ndryshonin qeverisjen. Mundësia për ta ndryshuar qeverisjen është veç në një drejtim. Nëse nisma ka lënë pragun dhe i bashkohet grupit parlamentar Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi mbi dikush 20, dikush 30.000 vota, janë ato që janë. Zemra lojale, besnike që na kanë ecur me ne në për shumë vështirësi. Po le ta lajmë me 25.000, 30.000 vota të nismes. Këtë që ka na duhet është me 15.000 vota ne shkojmë me 6 deputet plus në parlamentin e Kosovës. Po nëse partitë e mëdha e marrin këtu 15.000 vota, sa deputet mund mi qumë tepër? 1 ose 2. Me 15.000 vota shtesë të nismes, në këtë listë, në numër 122, ne i fitojmë 6 deputet. Po flas ne, e nuk po flas veç ne, numër 122. Po gjithë ata që duan ndryshimin e qeverisjes. Prandaj, mendoni pak. Ku është shpresa ndryshimit dhe mundësia ndryshimit? Mundësia ndryshimit është, të nderuar miq, bashkëtar, shok, intelektuale, gazetare, analist, mundësia ndryshimit aktualisht në këtë gjendje është nisma në parlament. 6 deputet. Sa mund me marë partitë, cilat partitë e mëdha ma shumë e ma pak sot? Me 1 deputet plus dhe 2 deputet plus nuk ndryshohet qeverisja. Me 15.000 vota ma shumë, 20.000 vota ma shumë, e merr 1 deputet ma shumë. Po me 15.000 vota ma shumë nisma se sa që i ka, shkojnë 6 deputet, dhe kjo është ndryshimi cilësor që e presin. Apeli im është për gjithë ata që duan ndryshimin e qeverisjes, pavarësisht pëlqejmë apo s'pëlqejmë. Për gjithë ata që për një me besojnë që vendi do të shkuar në drejtimin e gabuar. Për gjithë ata të cilët kanë qenë zëdhënës, opozitar, i nevojës e ndryshimit qeverisjes në Kosovë. Qanim aty tje këtë analizë. Edhe do ta shihni se është interes nacional që 6 deputet nga kjo listë, nga numri 122, shkojnë në parlamentin e Kosovës dhe të bashkohen me shokët e vet, e shoqet atje. Tash, kjo është premtimi ynë. Dhe kjo është faza 2 e bashkimit. Dhe kjo është ajo që unë mund bëj për hije të gjithë atyre burrave grave. Unë kam bënë një premtim, shokëve të mi, ata që janë këtu, edhe ata që janë këtu. Dhe sot, ky premtim, po e them para jush, angazhimi ynë do të jetë në këtë drejtim, do të shkojmë deri në fund në mundësinë, për t'ia dhënë mundësinë ndryshimit. Nuk ndodhi. Këtu janë gjëra që ndodhin. Nuk ka lidhje. Ka vështirësi, ne e kuptojmë. Ka vështirësi gjithmonë në hartimin e listave, në ndërtimin e këtyre projekteve, nuk janë të lehta, nuk kanë përvojë politike. Po hajde, i kena edhe një mundësi tjetër. Ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Përmes 2 listave drejt një grupi të madh të fuqishëm parlamentar që do të qeverisë me Republikën e Kosovës, dhe mos harroni. Unë e di se si fitohen zgjedhjet. Edhe e di se si ndryshohet qeverisja. Prandaj, shpreh gjithë mirënjohjen time, ekipës e bashkëpunëtorëve, të cilët e dinë dhe e njohin orientimin dhe qëndrimin, dhe jemi rreshtuar ne 110 kandidat e me qindra mira tjerë për t'ia rritur shpresën, për t'i dhënë qatë guximin shpresës, për ta ngjallë shpresën për një me, për ndryshim. Ne nuk do të kalkulojmë kush bëhet deputet. Ne kemi vendosur 110 me gjithë ata që kemi mbrapa, me shërby, sepse besojmë se ndryshimi në Kosovë është i domosdoshëm. Dhe kjo është betejë përfitore për Kosovën. Dhe ky rreshtim i yni, 110 vete, dhe gjithë ata që na besojnë,
Paradoksalisht, në ka ardhur hise, neve si një parti e vogël, si një grup i vogël, që ta bartëm kësu për t'i ndihmuar kryeministit arshëm të Republikës Kosovës, i cili duhet jetë nga opozita. E unë dua që t'jem nga grupi më i madh opozitar. E grupi më opozitar është ai që do t'i bashkohemi ne në Partinë Demokratike të Kosovës, për t'ia vënë ndryshimin e madh. Të nderuar bashkëqytetarë, edhe ju të nderuar media. Në jetën time kam kaluar shumë sfida. Kam shijuar shijen e fitores. Jo duke nejton, por duke qenë ballë, për të kam kontribuar për fitore. Unë e di çka fitore. Kam pas lloj sfidash. Sa herë o varë nga unë. Asnjëherë unë s'kam qyrë prag. Kam kalu qindra pragje për Kosovën e për qytetarët e saj. Sa herë që varë nga unë personalisht, s'kam kursyer asgjë në jetën time, edhe gjitha pragat i kam kaluar në shërbimtandi tim. Edhe në kohën e para luftës, edhe gjatë luftës shërbimtare dhe pas luftës. Sa herë varë nga vullneti im, o s'ka pas prag që mund kanal. Dhe kështu dhe thetë e kalura jam. Sot është një prag ligjor. Ato nuk mu e kaloj vetë pandimin e juaj. Ma besoni votën, mua dhe këtyre bashkëpunëtorëve. Ma besoni votën dhe më ndihmoni ta kalojmë pragun. Po, ne e kemi vështirësi pragun. Po, ne e kemi shumë vështirë pragun. Ama, sa jam unë në parlament, nesër apo s'jam, as ka me vendos studio, as ka me vendos tavolina, as ka me vendos skutat, ka me vendos qytetari i Republikës Kosovës, kanë me vendos shoqet, shokët, të gjithë ata njerëz të cilët e din, ma njohin, së do pak kontributit që këmë dha për vendin. Të qindra mira, ata banorë, me cilët kem qarë rrethime, edhe jemi bo muri gjallë për të mbrojtur jetën e tyre, ata e din se kush jam unë. Dhe unë e pres, sot, ne kam nevoj për besimin e tyre. Kam nevoj për ndihmën e tyre. Në fakt, në fund të ta sheni, edhe ky besim dhe kjo ndihmë, nuk është për mua as për këta 100 shoqe shokë mia, po është për Kosovën. Sepse nuk ndryshohet ndryshe qeverisja. Qeverisja ka më ndryshuar veç nëse nisma futet në parlament dhe bëhet ai grupi i madh i dikush i fuqishëm, krenar i Partisë Demokratike të Kosovës, që ka mbrana vlerën që e ban emër. Që kur flet për UÇK-n, zemra i kufon. Kur flet për lirin, zemra i kufon. Kur flet për shtetin, zemra i kufon. Që ka vepra mrapa. S'ka pengesë, s'ka individ që neve mund na dalë drejt orientimeve tona. Dalën faqe bardhë të nderuar miq e bashkëqytetarë. Prandaj ju ftoj, le të bashkohemi, na ndihmoni, na besoni, edhe votoni 122 ta kalojmë pragun. E dim që e kemi vështirë. Ne e dim që e kemi vështirë. Edhe ka tallje. Po nuk ka humbje vote. Humbje vote, edhe humbje qeverisë, mundësisë për me dhënë qeveri ndryshe, është nëse nuk votohet nisma. Mos harroni, analizoni ma thellë. Nëse nuk votohet numri 122, nuk ka ndryshim qeverisjes. Ndryshimi qeverisjes, duke votuar 122-shin, atëherë krijohen parakushtet. Veç banë një matematikë, se sa deputet mund bëhen. Se sa deputet mund bëhen. Me 20.000 vota, ju vish një deputet e bëni në parti tjera. Me 20.000 vota shtesë të ne, i nxjerrëm 6 deputet dhe vjen ndryshimi. Ne shkojmë të zgjedhje. Ne kemi dashur që sot të jemi në një listë të përbashkët. Me shumë kënaqësi, e me nder, e me respekt. Nuk ndodhi. Është plani B, vazhdojmë planin tjetër. Edhe po e përfundoj. Krejt mund ngrit në kam. Unë e di çka flitet, çka përflitet, po e kam nga natyra, nuk e përlygoj. Nuk kthej, sepse betejat tona janë për Kosovën. Angazhimi dhe kontributi jem që kom dhënë në ato 3 shkronja dhe në atë sigël, edhe 1000 vjet të tjera se li bëj. Edhe ndina krenar çdo minutë angazhim që kam bërë. Unë
edhe jam i marruar për sfida. Ama ju e dini që jam i marruar edhe për fitore, sidomos ata që më kanë provuar, e din ku jem. E thash, përshini sot të ngarë, e thash se grupi jonë parlamentar dhe të bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës, për një arsye, për që më shelë gojnë shpifsve, mashtrusve, të cilët ja ik, ja vjen, ja shkon. Kur në s'kam ikur. Kur në jetën tem si kom ikur. E di që ata ma kanë lakmi që unë asë njëherë që kom ik beteja. Asë që kom ik shokve. Asë që kom këthy shpinën shokve. Ndina krenarë që për 7 vjetë, për 2020-ës, në konë zënëri i parë, e një kohë i vetëm në mbrojtjet e atyre që janë duke ballafaquar me drejtësinë. Dikur o po mua, dul njësën dhe të tjerët, pa më ju e dini. S'kam po kur gjo, kam kry detyrën time, që më takon, që i takon si cilit. Edhe për këtë arsye, kam dalë sot, edhe vjëtusit njëzbës me kanë i hapë para ti, para se më madha votën. Po, ne kemi marrë vendim, si kryesi, si parti, kalojmë prakën, do të shkojmë e do të bëhemi bashkë me grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është vullneti ynë. Nga sot. E jo me folë mas gjedhjeve. Prandaj, ne futemi fuqishëm në këtë fushat elektorale. S'kemi logjistik, s'kemi edhe ashtu të kufizuar miq në për media. Unë e di që s'jemi gjithkun. Krejti një mi vështesit. Krejti di me qka këna mu bëllafaqu. Na s'kemi logjistik, as jashtë as mrena. Nuk kemi shtrirje se e kanë të tjerët. Amo, ne kemi një gjë që se kanë ata. 110 që më ka mua. Unë luftoj, bëj beteja dhe fitoj. Dhe bashkë kemi me fitu. Miro po shumë me 28-in duke parë bashkimin real. Sepse bashkimi real fillon nga baza. Nëse ky popull e ka pas dëshirën reale për një bashkim, është koha me tregu në numër 122 me datën 28 dhjetor. Ju falenderoj shumë. Që jam shumë kështu, si me thonë, jam zemër plot arsim. Si shpesha jam disponim. Pse jam disponim, kuptimin, jam disponim se punina mirë që e kam dha këtë angazhimin tim. Natyrisht ndina keq që s'mund të më dhoni lajm, po si me thonë, nuk është në dorën torë. Jam kështu me disponim për faktin që kemi dha këtë angazhimin për me dhoni mundësi, po nuk e ndohë kur gjë, është dhe rrugë tjetër. Kjo e dyta nuk e di edhe nuk du më fut me ty tje. Gjithmonë ka individ që dojnë kanë të lashe për kalkulime personale edhe bashkime vtila i frigohen. Po nuk prish kjo kur gjë punë. Ata besojnë që dojnë bashkimin janë shumë fesh, ma shumë, se që keni pa dhe ju, ditë të punë, për rrjetet sociale, media. E treta, unë e pres arsim më votuar të gjithë ata të cilët vlerësojnë punën time, angazhimin tim dhe më besojnë, kur dhe që tjetë. Është qytetarë e Republikës Kosovës edhe shërbimi jam ka qenë shërbim të qytetarëve të Kosovës. Kështu që prej Krykëslapit, të Krykaqaniku, të Nistok, e deri në Leshan, e në Dragash, i ftoj çdo qytetar të Republikës Kosovës, letë na beson, letë na ndihmojnë, kemi bërë punë të mira për këtë vend, në periudha të ndryshme, edhe besoj që ne i duam i Parlamentit të Kosovës, një zonë si ne, dhe ta materializojmë bashkimin president për klasë. Ju falenderoj gjithëve, e mirë pafshim. Edhe kërkoj falje për në këtë kohë, ju falenderoj gjithmonë për gatishmërinë dhe ftesa ime për juve gazetar është si gjithmonë. Presim që t'jepni zë ndryshimit. Mos harroni, ndryshimi në Kosovë të qeverisjes dhe mënyrës se si atë deri tash elita politike qëndron në numrin 122. Dhe në numrin 122, aty do ta luajë rolin e pushtetasit dhe nevojave shtetërore në një grup të fuqishëm parlamentar, që pastaj ai grupi i madh të pret lajmin e madh që po presim. E ju e dini çka po presim. Po presim një lajm të madh, i cili përfundimisht do t'ja jep vulën lirisë dhe pasërtisë Kosovës, siç e kemi bërë ne para 20 vite. Faleminderit shumë.